Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili Allahu na veçoi nga shumë krijesat e tij. Na mundsoi që të qëndrojmë në shtëpinë e tij në këtë muaj të bekuar, në këto neta të bereqetshme, inshallah. Ne edhe më tej vazhdojmë të jetojmë me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të reguam se në rinin e pejgamberit Allahu transmetohen 3 ngjarje që kanë ndodhur para se pejgamberi Allahut të ngarkohet me një detyrë dhe t'i jepet një titull si pejgamber. E para nga ajo, siç thamë, se në moshën 20 vjeçar pejgamberi Allahut merr pjesë në beslidhjen e ndershme që thotë, sikur dhe sot të më ftonin do të mish në pjesë. Nga se kjo beslidhje ishte një lloj besatimi që me i dalë Zot dhe me i ndihmu viktimave që ju bëhen padrejti. Ka se pejgamberi Allahut ka thonë, ndihmoje vëllahun tanë nëse është viktim, po edhe nëse është mizor i padrejt. Tani ja Rasulullah, nëse është viktim e kuptoj se si të ndihmojmë nëse është zullumqar i padrejt. Ka thonë pejgamberi Allahut, ta pengojsh nga zullumi është të ndihmojsh vëllavin tanë që mos të bëhet zullum. E dita nga ajo që transmetohet në moshën 25 vjeç, pejgamberi Allahut martohet me Hatixhe. Shumë transmetime thojnë se Hatixhe në atë kohë kishte 20 vjet. Ta pejgamberi Allahut ishte më i ri. Ndërsa Ibn Ishaqi thotë se Hatixhe në atë kohë ka pas 28 vjet. Pra diferenca mes pejgamberit Allahut sipas Ibn Ishaqit ka qenë vetëm 3 vjet. Dhe ndodhia e tretë që folëm rreth kësaj ishte 5 vjet që thot Ibn Hajeri para se të shpallet pejgamberi Allahut si pejgamber. Pejgamberi Allahut të gjithë janë shpallur në moshën 20 vjeç, përveç se Jahja. Allahu Azza wa Jall Jahjen e ka veçu dhe ka gredu me pejgamber qish në rini. Ndërsa për Isa ibn Meryemi, e vërteta se ka folë për një gjë. Mirë po unë anoj të mendimi se Isa ibn Meryemit është shpallë pejgamber në moshën 20 vjeç. Dhe në moshën 80 vjeç është ngrit lart në qiell. Dhe në akhiri zaman ku zbrese, Isa ibn Meryemit jeton dhe 20 vjet, pa i ban 120 vjet dhe vdes. Edhe pse ki transmetohet nga Aisha është si sipas muhaddithëve është i dopt, mirë po përputhet me atë të cilën kanë thonë dietar. Për këtë arsye, si thot Ibn Kathiri, kush pretendon dhe mendon se Isai është ngrit në moshën 33 vjeç, vetëm se është ndiku nga krishterët. Pra ta thojnë se ne ku t'him xhenet 33 vjeç në moshën e Isai që është ngrit në qiell. Nuk është vërtet. Pra nuk është vërtet se në 33 vjeç është ngrit, se s'ka argument, si shtash Ibn Kathiri tregon se nuk e thot këta vetëm ai i cili është ndiku nga krishterët. Si dëgjohet pejgamberi Allahut në moshën 35 vjeç, merr pjesë në rindërtimin e qafës. Dhe dersën e kaluar treguam se shtëpia e parë në tokë që është ndërtuar për ibadet ka qenë qafi. Ndërsa shtëpia e parë në qiell që është ndërtuar për ibadet është Bejtul Mamur. Thuhet se Bejtul Mamur me ra Bejtul Mamur prej larti bjen mbi qafë.
Kjo I ban disa shkencëtarë bashkohor që thojnë se toka është e pa lëvizshme. Një ndër argumente se toka nuk lëviz, disa shkencëtarë bashkohor që I kundërshtojnë teorinë të cilën thuhet se toka rrotullohet, një ndër argumente që bazohen në ta është ky, se Bejtul Mamur me ra ben mbi qafë. Sigur të ishte rrotulluar toka nuk ish mund që Bejtul Mamur të bjerë mbi qafë. Si të qoftë se kush e ka ndërtu I pari, kanë ndryshu mendimet e dietarëve, si cekëm në dersën e kaluar. Po Ibn Kathiri ngull kam se Ibrahimi është I pari. Ndërsa për Xhamin e Aqsas, thot I pari që I ka nu themelët është Jakubi a.s. Po çfarë boni Sulejmon? Thot e ka ndërtu. Pse thot Ibn Kathiri kështu? Thash për shkak hadithit e Budher el-Ghifariut që e pyeti pejgamberin Allahu dhe I tha cila është shtëpia e parë që është ndërtu. Shtëpia e parë për ibadet që thot Ali ibn Abi Talib. Ka thënë qapi. Pastaj cila shtëpi është ndërtu për ibadet pas qapës. Ka thënë Mesjidul Aqsa. Pra Xhamia Aqsas. Sa ka qenë diferenca thos mes ndërtimit të qapës dhe Aqsas thot 20 vite. 40 vite. Pra Ibrahimi ka pas Ismailin dhe Ishaq. Nipi Ibrahimit është Jakubi që I ka thonë Israil. Pse I ka thonë Israil? Për shkak se Israil do me thonë Abdullah në I të. Fjala Israil me përkëthi në gjuhën tonë robi Allah. Për shkak se Jakubi e ka ndërtu Mesjidul Aqsa, si thuhet, ke transmetim për ibadet. Dhe ka qenë I veçuar me ibadet. Dhe ka jetu normal, si që dim se Jakubi a.s. ka jetu ku në Palestinë. Dhe kjo në xhamia e robëruar, që kanë ozurpu që I futët. Lusëm Allah në zogjët që Allah të në mundëson të mërmi pjesë në doa në Sulejmon a.s. që I buni do dhe tha lus Allahun Azza wa Jall që nuk e viziton një njeri Xhamin e Aqsas e të bën namaz në ta, vetëm Allahu ta kthen në shtëpi të pastruar nga gjithë gjuno. Allahun Azza wa Jall lusmi që Allahu t'ia mundson gjithë muslimanëve ta vizitojnë këtë vend dhe kthehen 3 xhamie të shenjta siç I di. Pra Qabja është ndërtu, është rindërtu, mund të themi, në kohën e Ibrahimit, apo është ndërtu në kohën e Ibrahimit. Pasi që ka ndërtu, kanë bëu doa që Allahu Azza wa Jall ta pranon. Dhe Allahu Azza wa Jall e ka pranuar. Dhe treguam për gurin e zi, që guri I zi ka qenë shenjë që pejgamberin Allahut kur e rindërtuar në kohën e tij, kur u rënu Qabja, kur morën ta meramatojnë Qabën, ranë konflikt fisët arabe se cili për atinve do të anon gurin e zi s'ka. Cili ka nder që të anon gurin e zi. Dhe hinën belau arabët, deri sa ishtin në dur në gjak që në kuptonin se arabët kër I kështin në dur në gjak do të që ja këna me arrit qëllimin tonë, ja këna me derë gjok. Dhe për mërë Allah të shumë këtë belau. Me shuarjen e kësej belaje, për mërë Allah dalohet qënë I ri nga mesin e Kurejshve, si që dalohen Kurejshet në mesin arab. Kurejshet gëzonin autoritet të madhë mesin arab. Po pejgamberi Allahut prej moshës 35 vjeç filloi të gëzoja autoritet. Derisa çka tha pejgamberi Allah. Tha sot e kësaj dite tha e njoh një guri që kur kalosha pran atij mik ke selam. Cili ka qenë guri që I ka dhënë selam pejgamberit Allahut para se marrë pejgamber. Guri zi. Kur kalon te pejgamberi Allahut para guri zi, në edhe guri zi kur I parë ka qenë në atë kohë, I jepte selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ishte ndërtimi I Qabës dhe thash Qabja nuk u ndërtu siç ishte në kohën e Ibrahimit. Në kohën e Ibrahimit ishte me 2 dyrë, dyert I kishin poshtë, ku dera tash, dhe përballë asaj ishte një derë tjetër. Që ishin njerëz kiton, dilshin ka ju tjetër. Mirë, po Kurejshit e ngritën thasë se kjo është shtëpi e shenjtë, tempull I shenjtë për ne. Dhe ngrejnë mina derën, e shtim ka ndoj mremna
dhe jam qenë i derën ku i doj. Dhe kjo është në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e çliroi Mekën, u nal në skaj të Mekës dhe e tha një hadith të pejgamberit Allahu që transmeton Aisha dhe tha: "Oj Aisha, sikur që populli yt mos kishte qenë i ri në Islam, do të kishte na unu me shemë dhe qafë." Pse ja Rasulullah? Ta kam dëshirë që të qabja të ishte ndërtuar themelët e Ibrahimit a.s. dhe ti pose do në dyrë që këto dyrë të shlohen poshtë dhe mos të jetë qaba tempull vend i shenjtë i privatizuar, po t'hin këtë musliman mrena, duaj namaz dhe dalin ato. Ama pse se boni për mërë? Dhe vetë më në gjohën kalon për amërë Allahu dhe neve mesazh ka thonë se populli jot i rinë Islam, çka thotë kena i prishi krejt. Edhe ata që e çmojshmi dhe që po na urnon me çmu, edhe ata e shehemi e lapojmë. Ka sende të cilët duhet mi vënu. Me mësoj për amërë Allahu, është mirë me bo, a më ban me vënu. Pse me vënu? Pse njerëzit ke çkuptojnë. Njerëzit se në gjendje të kuptojnë. Për këtë arsye, gradualisht ato arrit. Dhe në vitin 73 ndodhi një lloj bojkoti ju bo Abdullah ibn Zubairit. Abdullah ibn Zubairi ishte nipi i kujt Ebu Bekr Sidikut, gjali Esmas. Esmaja dhe Aisha ishin motra prej babe, jo prej nonë. Se Ebu Bekr Siddiku, kër ka pranu Islamin, i ka pas digra. Nonën e Aishës, Roman, dhe dytën, Asma, nonën e Asmas. Nonën e Aishës, gjyshja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pat pranu Islamin për fillim. Ndërsa gruaja e dytë, Ebu Bekr Siddiku, se pat pranu Islamin deri në vitin 6 të Hijrit. Sa vetë pive? 19 vetë mas i kardë Islam. Me pas dhunë në Islam, Ebu Bekri kështë që jagrën e vetë me pranu Islamin një kur. Para ta Esmaja radiallahu anha, e cila u pat martu me Zubair ibn Awamin, kur patalën në vetë ta vizitojnë Medinë, kur e patë dera se ka ardhë, tha nalë për musliman. Pse? Ta vetë pejgamberin Allahut a lejohet me të pranu mrejnë ajo. Dhe i tha ja Rasulullah, nona ime ka arë vizit, shpresoj që ka do me thonë mendim të mirë për Islamin. A ta pranoj mrejnë ajo? Ta po, ma i lidhjet me frifesni, ma i lidhjet me tutë. Dhe e pranon e s'moj mrejnë. Pra nona e s'mas e ka pranu Islamin vogël. Gruja kujt? Ebu Bekr Siddik. Për këtë arsye, i pari fëmi që ka lind prej fëmive të muhaxhirëve në Medinë ka qenë Abdullah ibn Zubair. Dhe musliman janë gëzu pa mos, a di për shka? Për shkak se muhaxhirët kur kanë ardhur në Medinë, i kanë thonë që futët se ne ju kena bo magji juve. Dhe për juve nuk ka me lind as një gjallë, as një fëmi. Dhe i pari fëmi që ka lind është Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair. Dhe Abdullah ibn Zubair ku ka lindër, janë gëzu muhaxhirët për shkak se pretendimi që futëve që kanë këtonë që ju këna bo magji, ka të shtu, i paranë në nullë. Si do qoftë, ju e dini Ali ibn Abi Talib, Muavije, ka qenë pas Muavijes, e ka caktu Muavije Jezid djalin e vetë. Dhe Abdullah ibn Zubairi ka qenë në Mekë. Dhe Abdullah ibn Zubairi ka pa ma të arsishme, ma meritor, me qenë khalife muslimanve, Abdullah ibn Zubairi. Dhe kështu jam në bëjtë sahabë. Dhe Abdullah ibn Zubairi në kanë shpallë si khalife i cili e ka pas epicendrën në Mekë. Mirë pa Abdullah ibn Marwani në të kohë, e dërgon një ushtri me Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafiu. Dhe Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafiu në sulmon Abdullah ibn Zubairi. Abdullah ibn Zubairi në sulmon, dhe më thonë që e sulmon derisa e sulmon të qopë, dhe shenjë qopë, prishu qopë. Dhe kja ndërtimi tretë, në kohën e Ibrahimit,
kohën e pejgamberit 35 vjeç, dhe në kohën e Abdullah ibn Zubairit. Kohën e Abdullah ibn Zubairit i mbledh sahabët dhe thotë çfarë mendoni të bëjmë me qabën? Ata merametoj apo ta prishin dhe ta rindërtoj? Do kanë thonë se merametoj, mos e prek qabën, leje qështu, dhe ki ka qenë mendimi Abdullah ibn Abbasit, sa më kujtohet disa sahabë. Abdullah ibn Zubairit ka thonë, më ju pas prish juve shtëpia ju, a e kishti merametu, apo e kishti shemi, kishti ndërë, ja vëllah, të shtëpia në tollë, të shtëpia Allah, të shma merito. Mirë pa Abdullah ibn Zubairit, pse janë tutën, se për prekin qabën, a kuptonë se pisën e një bela. Dhe Abdullah ibn Zubairit ka ndëgju një hadith të pejgamberit Allahut, dhe ka mendu Abdullah ibn Zubairit se ki hadith është i përshtatshëm në qatë kohën e tij. Ka thonë pejgamberi Allahut, sikur që pe shoh piktu një etiopian i cili ka hip mbi qabë dhe e shem qabën gur pas guri. Në cilën anë ja Rasulullah? Ka rukën në Yemen. Rukën në Yemen e ato që shkojnë guri zi edhe është një qosh një skajnë që përmenë. Dhe Abdullah ibn Zubairit ka mendu se kjo është koha që pejgamberi Allahut ka paralajmëruar, ai që e shem qabën është një etiopian zezak i cili vjen dhe e shem dhe ka paguajt lun tipe qabë për me qabë, edhe po don ta shem me qabën që ta rindërtohet. Dhe Abdullah ibn Zubairit ka thonë, dhe unë sot masi në rasti për me shem qabën do ta rindërtoj dhe do t'ja realizoj ëndrrën pejgamberit Allah. Çelën ëndër, ta do ta rindërtoj qabën themelet e Ibrahimit alayhis salam dhe dirë të zbres poshtë që t'hinë njerëzit nga një anë ka qëtra onë të tërë. Dhe vërtet ndodhë ashtu. E shem qabën, nuk ndodhë asgjë, dhe një çështje tragjike se të vëdhën që me kasit janë frikë me Abraham që ka ndodhë. Tamam? Edhe pas e shem qabën e ndërton, edhe i ban 6 tilla mrenë, se kanë lu qabën, dhe i ban një pashkall me dalë nalt, dhe 6 tilla mrena, e kanë mbulu qabën që mos tin hajnat i vjedhin pasurinë e qabës që ka qenë mrena. Të Abdullah Zubairit e realizon atë që pejgamberi Allahut ka pas dëshirë. Mirë po çka ndodh mas 2 viteve, e mbysin Abdullah ibn Zubairit. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafiu e mbyt Abdullah ibn Zubairin dhe e varë. Dhe i thot Esmas, ende gjallë ishte bia e Abu Bekrit, amo Esmaja ka qenë trimresh. Ka thonë, e til, këshire që i kam po gjerit tërë. Esmaja ka thonë, unë nëse jam të orë, po si do shti hajti këtë. Ka thonë, a do të vim, a do të ngrej zhak për flokë. Ka thonë, bia Abu Bekrit, ka thonë, nuk ngrejt për flokë. Zore gjeti me ngrejt bia Abu Bekrit. Edhe ka shku Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafiu e ka takuar Esman, ka thonë, çka të duk ajo që i bona me gjelin tënë. Ka thonë, gjeli tim ja ki prish të njonë që gjeli im ka me ta prish ahiret. Gjeli tim ja ki prish të njonë, a më gjeli im ka me ta prish të ahiret. Bikën Abdullah ibn Zubairin, pastaj Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafiu i dërgon një letër Abdul Malik Mirwan, i thotë se Abdullah ibn Zubairit jo vetëm që ka bon grushtet, kushtimisht, revolucion, po aje ka prishë dhe qabën, se kalon në ato ashtu si që ka qenë kori me umet. Dhe Abdul Malik ibn Marwani me pa dirë, i thot që ata shemi thot ta rindërtoj, si që ka qenë, pra para se marrë për mërë Allah, ka thonë mos e shem, mirë po përmisoj, do të në shemi ato pjesë që i ka shtu, lartësin lejse, lartësin do më thonë që ka qenë 6 metrë 30 cm, pastaj Abdullah ibn Zubairit ka qenë 12 metrë. 12 metrë e 60 cm afërsisht, e ka lartësu. Ka thonë, derën këthejë si ka qenë, mbyllë që të rëndeli. Heki 3 shtilla, lej veç 3 shtilla mrenë. Ta mrenë në qabë, janë 3 shtilla. Pejgamberi Allahut ka i mrenë në 2 shtillave afal. Kjo vjen me ne. Për me ditë, për çka këse unë e pelin diket, për çka këse ne, deri se nashë vetëm se do të fillojmë me shpalljen e pejgamberit Allahut, edhe na duhen shumë këto sende mbi ditën, për shkak se pse kjo dhe pse ajo dhe kështu me radhë. Për këtë arsye do të thonë që e përmison edhe pastaj Abdul Malik ibn Marwani kur vjen në haxh e kur i gjojnë e qortojnë sahabët. Dhe i thojnë se s'ter marrë me bon
këtë kerim që pejgamberi Allahu ka pas dëshirë të realizohet, nuk kam pas haber për këtë ditë. Ta kisha ditë e kisha lënë që gjengj. Pastaj vjen Harun Rashidi. Kjo ishte kupton hera 4 që përmirësohet qabi. Harun Rashidi vendos që ta kthen qabën themelët e Ibrahimit alayhis salam. Ta kthen që shka pas dëshirë pejgamberi Allahu. Ama Imam Malik ishte gjallë. Dhe në të kohë pa dhonë fetfa hoqës sa po kurgjohë. Qeveritarët s'kan pas pesh. Qeveritarët kanë qenë vetëm lodhur. Dhe thonë që s'kan pas kuni për pesh. Hoxhallarët janë ata të cilët e kupton e kanë vdhequr umet. Për shkak se ato kanë pas ndikimin më të madh, ato kanë vendosur dhe pa dhonë fetfa hoqës ka pas shanca dikush dhe një qeveritar për të morë një hap. Dhe kësa Imam Malik e kanë arraje, çuditës për çka ka thënë. E ka shlimë burg Imam Malik për një fetva për çështjen e shkurërzimit talakit. E kanë vetë Imam Malik i ka thonë nëse burri ka imponim për të shlu grujën, a konsiderohet talak? Ka thënë jo. E kanë shlimë burg i kanë marrë. E di pse? Se kjo ka, nëse gruaja nuk shlohet për shkak imponimit. Ju qeveritarë që në imin një besatimin me zorë, a los hiç si u fermoti. Do me thonë që ato e kanë kuptu, ka thonë nëse e mormi këtë fetoj Imam Malik, shtina ku të shkojnë njerëz dhe ku t'ja imponojmë ju me ma thonë besatimin, a kupton? Ato ala ma hiç ndojnë. Ka thonë në gruajën e ke pasis vjen konsiderate ti mu. Do thonë që çështë e qeveritarë faktikisht ka qenë shumë të dobët. Në sistemin islam, qeveritarët janë njerëz më të dobët si përveçën tu. Njerëz më të dobët, nuk kanë kompetenca sheriatike ata, për shkak se Allahu ja ka marrë krejt këtë kompetencë. Dhe e ka dhënë xhallarë për sqarim. As xhallarë nuk kanë kompetencë, ato e sqarojnë sheriatin e Allahut. Mirë, kompetencët i kanë xhallarë më shumë se sa qeveritarët. Nëse sistemin demokratik, ato alhamdulillah këtë i kanë. E kanë qeverinë, e kanë parlamentin, e kanë gjykatën, i kanë mediat, i kanë trupin ekzekutiv, neve na kanë qole. A din çka qole? Rob. Na amin. Ligj me ligj. Me drejt. Ta shkruajnë fakturën. Ta që vënëja ka para po. Që këtë mu ju kanë dashur që kaq. Mos thuj që kena verë. Atë ka orë letra, rëshenje po. E telefonin të mobile, se s'pendroni një operator që qeveria ka para po qështu. Po të ati me 18%, as banë me 17%. A para po? Na, transparent jemi. Kejt me dokument. Po mirë këtë putarinë në rrugën që e paguim. A nuk e paguim njerë dogonën edhe ti shkun putarinë me paguim? Po dë, po qeveria ka para po. Po ku ta registrojmë kërën? Pra putarinë, a pra të rrugë ka paguim. Po ku qkojsh ti në shkup? Pra pagun edhe në fund s'ki javë të banë. Me dokument, ja, na jena transparent, mos e bet dikosh për na banë me gisht. Një me ku do na prish pak se ti në këtheje sa ku do na fëtëmoni, amo në reqët këto 50 vetë i kena zërë. Mas 50 vetëve, e kini me pa, ku me ka me shku me qëtënin. Qështje e ki pasin do dhënë që kjo nuk kanë shëriat, kjo në shëriat nuk i kanë këto kompetencë që virtuat, edhe me dasht. Pse? Se Allahu dhe vëgjerës ma kalon asë muja së ti. Allahu ka thonë që kjo është drejtësia. Si për ty, si për mu. Si për qeveritarin, si për atë qolën. Krejt barabartë, para ligjit gjene. Si do që o vëllë të ndërshëm, pra Abdullah Zubejnë në bytë, Harun Rashidi vendosi që të rëndërën qabën, e pyti Imam Malik thot, mos e ban një qabën lodër të mbretave, si cili mbret që vjen e rëzor dhe ndërton. Dhe kështu keni me e hupën madhërin e qabës. Dhe pe asaj dite nga nge qështu. Kush ka ndërhi, veç ka bon përmisime. Mo qabja nuk drishon. Deri para ditës kiametit, deri se Allahu Azza të ban leje që të eksiston, e kjo është tempulli shenjtë, shtëpia e parë që Allahu Azza wa Jall e ka ndërtu për ibadet dhe i ka shumë fishush për blimet në ta, e në veçanti në Ramazan që thot pejgamberi Allahut kush e krin umrën në Ramazan e ka për blimin si me kri një haqë apo një haqë me mu. Allahu ja mundsohet gjithve inshallah me bo umrën Ramazan dhe jashtë Ramazanit edhe haqin. Allahu na i pranoj veprat wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillah.